Ja, njerëzit më të pasur të 6 kontinenteve. Renditja është vendosur në bazë të pasurisë që kanë, me të dhënat e fundit të nëntorit të vitit 2025, duke nënvizuar që Antarktida është kontinenti i 7, por nuk ka banues të përhershëm dhe në këtë rast nuk quhet. Në vendin e parë Amerika, Elon Musk, me 491 miliard dolar. Në vendin e dytë Europa, Bernard Arnault, me 186 miliard dolar. Në vendin e tretë Azia, Mukesh Ambani, me 105 miliard dolar. Në vendin e katër Amerika e Jugut, Iris Fontbona, me 44 miliard dolar. Në vendin e pestë Oceania, Gina Rinehart, me 30 miliard dolar. Dhe në vendin e gjashtë Afrika, Aliko Dangote, me 26 miliard dolar. Padyshim, këto shifra lëvizin së bashku me tregjet, por tregojnë se si luksi, teknologjia dhe burimet natyrore janë ende shtylla e pasurive më të mëdha të planetit. Dhe këta, të gjithë së bashku, me 882 miliard dolar, kanë një pasuri që mund të mbulojnë Shqipërinë dhe Kosovën të jetojnë për 10 vjet pa punuar. Ju, çfarë mendimi keni?